Dita nis në një pazar plot zhurmë, ku rutina fshe abuzime që askush nuk guxon t'i vërë më në dyshim. Një e moshuar e brish rrëzohet në peshën e 100 kilogramëve, ndërsa vështrime fajtore shmangin përballjen me mizorinë. Por një milioner i thjesht në dukje e ndërpret këtë cikël me një gjest që thyen heshtjen kolektive. Ajo që askush nuk e imagjinonte ishte se ai burr ishte djali i humbur i gruas, dhe se ardhja e tij do të ndryshonte gjithçka. Nëse kjo histori ju interesoi, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po na ndiqni. Vazhdojmë. Agimi po zbardhte ngadalë mbi Tiranë, duke i lyer me ngjyrë portokalli malet që përqafonin qytetin. Në pazarin e ri, rrezet e para të diellit ende luftonin për hapësirë me llambat e verdha që vareshin nga tavani i lartë, duke ndriçuar korridore të ngushta ku aroma e frutave të pjekura përzihej me erën e fortë të kafes së sapo bërë. Ishte një vend me jetë intensive, ku zërat kryqëzoheshin në pazare të nxituara, ku karrocat e dorës kërcisnin mbi dyshemen e vjetruar dhe ku çdo mëngjes sillte me vete premtimin e një dite tjetër lufte. Ai pazar ishte zemra pulsuese e lagjes. Brezat të tërë ishin rritur mes atyre tezgave, duke mësuar zanatin e të blerit dhe të shiturit, të negocimit dhe të mbijetesës. Muret me tulla të ekspozuara ruanin histori dekadash, shenja përmbytjesh të vjetra, gërvishtje briskash me emra çiftesh të dashuruara, mbishkrime të skuadrave të futbollit si Tirana dhe Partizani. Në korridorin kryesor, tezgat shtyheshin me njëra tjetrën, duke ofruar nga gjithçka, perime të freskëta të mbledhura në agim, djath fshati i mbështjell me nap të bardhë, pula të gjalla që kakarisnin në kafaze druri, erza që parfumosnin ajrin me premtime drekash bujare. Zonja Tefta e njihte mirë atë dy sheme. Këmbët e saj të zbathura, të mbrojtura vetëm nga sandalet të vjetra që nuk mbanin më si duhet, shkelnin aty prej më shumë se 3 dekadash. Ajo kishte ardhur në pazar ende e re, shtatzën me fëmijën e parë, duke kërkuar punë të ndershme për të ushqyer fëmijën që do të vinte. Në atë kohë, krahët e saj ishin të fortë, këmbët të sigurta, dhe ajo mbante arka pa u ankuar, krenare për çdo lek të fituar me djersën e ballit. Por vitet kishin qenë mizore. Jeta ja kishte marrë hakun në çdo rrullë, në çdo kyç të dhimbshëm, në çdo natë pa gjumë. Por atë mëngjes, në moshën 68 vjeçare, trupi i saj dukej se peshonte më shumë se kurrë. Duart që i dridheshin mbanin dorezën e një thesi me 100 kg patate dhe gjunjët e saj, të ënjtur nga artroza që askush nuk ja kishte kuruar kurrë, kërcënonin të dorëzoheshin në çdo moment. Ajo mori frym thellë, duke u përpjekur të gjente forcë aty ku nuk kishte më, dhe e tërhoqi peshën me gjithë vendosmërinë që i kishte mbetur brenda vetes. Thesi mezi u ngrit nga toka. Tefta ndjeu një therje të mbret që i hipi në shtyllën kurrizore, aq të fortë sa një rënkim i pavullnetshëm i shpëtoi nga buzët. Por ajo nuk mund të ndalonte. Nuk mund ta refuzonte punën. Nipërit e saj, Genti dhe Elira, prisnin në shtëpi dhe frigoriferi ishte pothuajse bosh. Paratë e muajit kishin mbaruar javën e kaluar dhe ato pak lekë që Vera Basha, pronarja e pazarit, i ofronte, ishin ndryshimi mes të ngrënit dhe të fjeturit me stomak bosh. Vera ishte një grua me një prani imponuese. E gjatë, me shpatulla të gjera, ajo e komandonte atë hapësirë sikur të ishte perandoria e saj personale. Zëri i saj kumbonte nëpër korridore me një autoritet që askush nuk guxonte ta sfidonte. Të gjithë e dinin se të përballeshe me Vera Bashën do të thoshte të humbisje bukën e gojës, të dëboheshe nga ai territor ku kaq shumë njerëz vareshin nga thërrimet për të mbijetuar. Ajo nuk ishte thjesht e ashpër. Ishte mizore me një natyrshmëri të frikshme, sikur vuajtja e të tjerëve të ishte pjesë e nevojshme e rendit të gjërave. Atë mëngjes, Vera e vëzhgonte Teftën me duar të kryqëzuara, me një buzëqeshje të lehtë në fytyrë. Ajo e dinte se e moshuara nuk do të arrinte ta mbante peshën vetëm. E dinte dhe nuk i bëhej vonë. Përkundrazi, në atë vështrim kishte diçka që i afrohej kënaqësisë, një satisfaksion i errët për të parë deri ku mund të arrinte dëshpërimi i dikujt. Zonja Tefta u përpoq ta ngrinte thesin përsëri. Krahët i dridheshin, muskujt bërtisnin në protest, por ajo nuk dorëzohej. Nuk mund të dorëzohej. Rreth saj, tregtarët dhe shitësit shmangnin shikimin, duke bërë sikur nuk shihnin, tepër të zënë me shqetësimet e tyre. Disa ndjenin turp, të tjerë frikë. Por askush nuk lëvizte. Padrejtësia aty ishte bërë pjesë e peizazhit, e padukshme nga sa ishte përsëritur. Ishte atëherë kur gjuri i majt i Teftës më në fund u dorëzua.
Ajo ra anash dhe thesi u përmbys me një zhurmë të shurdhët duke shpërndar patate nëpër dy sheme. Dhimbja ishte e menjëhershme, therse, duke rrezatuar nga kupa e gjurit deri në kofsh. Tefta kafshoi buzën për të përmbajtur të qarët, por lotët erdhën gjithsesi, të nxehtë dhe të heshtur, duke rrjedhur nëpër fytyrën e saj të rrudhur ndërsa përpiqej të ngrihej. Nuk ishin vetëm lot dhimbjeje fizike. Ishte poshtërimi I të qenit aty, e rënë në dyshemen e ndotur, e ekspozuar para kaq shumë vështrimeve. Ishte zhgënjimi I një trupi që nuk bindej më si më parë, I një force që ishte shtëruar dekadë pas dekade pa pasur kur kohë të rikuperohej. Ishte frika e thellë se, nëse nuk do të arrinte të ngrihej, nëse nuk do të arrinte ta mbaronte atë punë, nipërit e saj do të flinin përsëri të uritur. Dhe kjo, më shumë se çdo dhimbje, ishte e padurueshme. Vera u afrua me hapa të sigurt, taka e saj që trokiste në dy sheme si një dënim. Shikoi të moshuarën e rënë, patatet e shpërndara, tregtarët që tani vëzhgonin me një siklet të fshehur keq. Zëri I saj çau ajrin. Nuk bën as për të mbajtur patate, moj plak e koll. Mblidhi të gjitha nga toka tani dhe nëse ndot ndonjërin do ta zbres nga pagesa jote. Fjalët ranë mbi teftën sigur. Ajo uli kokën, e turpëruar, e poshtëruar para të gjithëve dhe filloi të mblidhte patatet një nga një, duke injoruar dhimbjen në gjunjë, duke injoruar lotët që këmbëngulnin të binin. Ishte mësuar me këtë. Kishte mësuar gjatë kaq shumë vitesh se të protestoje sillte vetëm më shumë vuajtje. Se të pranoje në heshtje ishte e vetmja mënyrë për të mbijetuar. Ishte në këtë moment që një prani e ndryshme përshkoi korridorin. Hapat ishin të sigurt, por pa nxitim. Nuk kishte zhurmë të tepruar, asnjë bujë, vetëm një energji që ndryshonte ajrin përreth. Disa shitës ngritën kokën kur e shtarë. Vera e ndjeu para se ta shite. Kishte dik aty që nuk I përkiste atij vendi, dikush që mbante me vete një autoritet të heshtur, të ndryshëm nga I saj. Arben Leka vishte xhinset e errëta dhe një këmishë linoje të bardhë, të thjeshtë, pa marka të dukshme. Asgjë tek ai nuk bërtiste pasuri, por gjithçka tregonte kontroll. Sytë e tij ngjyrë kafe përshkonin pazarin me vëmendje, duke vëzhguar çdo detaj, çdo lëvizje. Ai ishte aty për punë, duke vizituar furnitorët e rajonit për një linjë të re e produktesh organike që grupi I tij I biznesit synonte të hidhte në treg. Arbenit I kishin pëlqyer gjithmonë këto lloj vizitash. Larg zyrave me ajër të kondicionuar dhe mbledhjeve të pafunme, ai preferonte të ishte në terren, në magazina, në pazare, duke parë nga afër se si funksiononin gjërat në të vërtetë. Kishte mësuar nga babai I tij birsues se një biznesmen I vërtet nuk komandon nga larg, por njeh çdo ingranazh të biznesit të tij. Dhe megjithse Arbeni kishte ndërtuar një perandori të respektueshme, kur nuk e kishte humbur zakonin e të përlyerit duart kur ishte e nevojshme. Por ajo që pa atë mëngjes e bëri të ndalonte në mes të rrugës. Një grua e moshuar, e gjunjëzuar në dy sheme, duke mbledhur patate ndërsa qante në heshtje. Një grua tjetër në këmbë, duke vëzhguar me ftohtësi. Dhjetëra njerëz përreth, të gjithë pa zë, të gjithë bashkëfajtor për shkak të heshtjes. Diçka brenda Arbenit u përmbys. Nuk ishte vetëm indinjat. Ishte diçka më e thellë, një revolt viscerale që ai nuk mund ta shpjegonte. Ndjeu sikur ajo sken prekte një plagë të vjetër, një vend të fshehur brenda tij që rrallë dilte në sipërfaqe. Pa menduar dy herë, Arbeni u përkul pranë zonjës Tefta. Mori disa patate nga toka dhe I vendosi përsëri në thes. E moshuara ngriti syt, e habitur dhe pa fytyrën e një burri të ri, ndoshta rreth të 30-tave, që e shikonte me një butësi që ajo nuk priste ta gjente më askund. Zonjë, jeni lënduar, tha ai, zëri I ulët por I prerë. Nuk duhet ta mbani këtë vetëm. Tefta u përpoq të buzëqeshte, por ishte një buzëqeshje e trishtuar, e lodhur. Gjithçka në rregull, djalë. Jam mësuar. Duhet të punoj, kam nipër për të rritur. Arbeni ndjeu një shtrëngim në gjoks. Mësuar. Fjala I bëri jehon brenda tij me një trishtim të thellë. Askush nuk duhej të mësojë me këtë. Ai ngriti syt dhe takoi vështrimin e verës, e cila tani e shikonte me një përzierje irritimi dhe dyshimi. Kush je ti, pyeti ajo, me zë të ashpër. Mos u përziej në punë që nuk të takojnë. Arbeni u ngrit ngadalë, duke ndihmuar Teftën të ngrihej me kujdes. Ai nuk u përgjigj menjëherë. Vetëm e mbajti vështrimin e verës dhe në atë heshtje kishte një forcë që ajo nuk priste ta gjente. Unë quhem Arben Leka.
Dhe mendoj se kjo po që më takon. Vera ngushtoi sytë. Emri nuk ishte plotësisht i panjohur, por nuk arrinte ta vendoste. Arbeni e vuri re hezitimin dhe vazhdoi, zëri i qetë por i ngarkuar me autoritet. Jam presidenti i grupit Leka Ushqimor. Ndoshta keni dëgjuar. Furnizojmë një pjesë të madhe të marketeve në Shqipëri. Dhe jam këtu sot pikërisht duke vlerësuar partner të rinj tregtar. Fytyra e Verës u zbe lehtësisht. Grupi Leka ishte një fuqi në rajon. Të gjithë e njihnin. Dhe nëse ai burr ishte vërtet ai që thoshte se ishte, ajo sapo kishte bërë një gabim të madh duke e trajtuar me mungesë respekti. Por Vera nuk ishte nga ato që tërhiqeshin lehtë. Ajo kryqëzoi krahët duke u përpjekur të rifitonte kontrollin. Kjo është një çështje e brendshme, zoti Leka. Plaka punon këtu sepse do vetë. Askush nuk e detyron. Arbeni bëri një hap përpara dhe zëri i tij, megjithse ende i kontrolluar, mori një ton çeliku. Askush nuk e detyron. Ajo mezi mbahet në këmbë. Është e lënduar. Dhe ju e poshtëroni në publik ndërsa të gjithë shikojnë. Kjo nuk është punë. Është shfrytëzim. Heshtja që pasoi ishte e rëndë. Tregtarët ndaluan atë që po bënin. Disa u afruan fshehurazi, kureshtar, të tjerë u tërhoqën me frikën se mos përfshiheshin. Vera ndjeu vështrimin e të gjithëve mbi vete dhe për herë të parë pas shumë vitesh, ndjeu se pushteti i saj po lëkundej. Tefta, nga ana tjetër, ishte në panik. Tërhoqi lehtë mëngën e Arbenit me zërin që i dridhej. Të lutem, djalë, nuk ka nevojë të përzihesh. Unë jam mirë, vërtet. Nuk dua të lashe. Zonja Vera mund të më pushoj nga puna, dhe atëherë nuk do të kem asgjë. Arbeni e shikoi dhe ajo që pa në ata sy të lodhur e coptoi për brenda. Frikë. Dorëzim. Një grua që kishte mësuar të pranonte të papranueshmen sepse alternativa ishte edhe më e keqe. Ai i preku lehtë shpatullën me delikatesë. Ju nuk do të humbisni asgjë, ju premtoj. Dhe askush nuk do t'ju lëndoj. Vera lëshoi një të qeshur të vrazhd, duke u përpjekur të rifitonte kontrollin. Ti nuk ke autoritet këtu, zoti Leka. Ky pazar është imi. Unë urdhëroj dhe bëj si të dua. Arbeni e shikoi drejtë në sy dhe zëri i tij doli i ulët, por çdo fjalë ishte një goditje e saktë. Atëherë ndoshta është koha që dikush të rishikojë se si urdhëroni ju. Do të kërkoj një inspektim të plot të këtij ambienti. Kushtet e punës, siguria, kontratat, gjithçka. Dhe nëse zbuloj se ky është standardi, se njerëz të tjerë trajtohen kështu, ju garantoj se kjo licencë nuk do të zgjasë shumë. Fytyra e Verës u mbyll në një shprehje urrejtjeje të përmbajtur. Ajo e dinte se ai nuk po bënte blof. Një burr si Arben Leka kishte ndikim, burime, kontakte. Ai vërtet mund të shkaktonte probleme serioze. Por Vera nuk do të dorëzohej pa luftuar. Kjo është përndjekje, tha ajo, duke ngritur zërin që të dëgjonin të gjithë. Ky burr shfaqet këtu nga hiçi, përzihet aty ku nuk i takon, dhe tani do të mbyll biznesin tim të ndershëm. Të ndershëm, përsëriti Arbeni, zëri i ngarkuar me një ironi të hidhur. Shikoni përreth, zonja Vera. Shihni frikën në sytë e të gjithëve këtu. Kjo nuk është ndershmëri. Është tirani. Tefta, e frikësuar, përpiqej të largohej, por Arbeni i mbajti dorën me butësi. Ju nuk keni nevojë ta mbani më këtë peshë vetëm. Unë do të sigurohem që të merrni ndihmë. Zonja Tefta tundi kokën, lotët duke i rrjedhur përsëri. Ju nuk kuptoni. Më duhen paratë. Kam 2 nipër në shtëpi. Ata varen nga unë. Nëse nuk punoj, ata do të vuajnë nga uria. Arbeni ndjeu diçka të lëvizte thellë brenda tij. Ato fjalë prekën një tel të ndjeshëm që ai nuk e dinte se ekzistonte. Nipër. Përgjegjësi. Mbijetesë. Papritur, ai nuk po shihte më vetëm një grua të moshuar të shfrytëzuar. Po shihte një histori të tërë dhimbjeje, sakrifice, një jetë të tërë duke mbajtur pesha që kur nuk duhej t'i kishte mbajtur vetëm. Sa vjeç janë nipërit tuaj, pyeti ai butësisht. Genti ka 15, Elira ka 12, u përgjigj Tefta me zërin që i dridhej. Unë kujdesem për ta që kur nëna e tyre u nda nga jeta. Ata janë gjithçka që kam. Arbeni tundi kokën dhe një vendosmëri e re e pushtoi. Unë do t'ju ndihmoj.
Jo me lëmosh, por me dinjitet. Do t'ju siguroj një punë të drejtë, me pagesë të mirë dhe do të garantoj që nipërit tuaj të kenë atë që u nevojitet. Vera u tall, e pabesueshme. Çfarë përrall është kjo? Ti mezi e njeh këtë grua dhe tashmë do të bësh heroin? Arbeni u kthye nga ajo dhe vështrimi i tij ishte i fortë si graniti. Nuk po bëj heroin. Po bëj atë që çdo njeri i denjë do të bënte. Dhe nëse ju nuk e kuptoni këtë, atëherë vërtet nuk duhet të jeni në krye të asnjë vendi. Tensioni ishte i prekshëm. Tregtarët përshpërisnin mes tyre. Disa e mbështesnin Arbenin në heshtje, të tjerë kishin frikë nga pasojat. Vera e dinte se kishte humbur terren, por nuk do ta pranonte këtë pasivisht. Do të pendohesh për këtë, tha ajo, me zë të ulët dhe kërcënues. Ti nuk e di me kë po përballesh. Arbeni bëri një gjysmë buzëqeshje, pa humor. Në fakt, mendoj se jeni ju që nuk e dini. Shihemi së shpejti, zonja Vera. Ai u kthye, duke ndihmuar zonjën Tefta të ecte jashtë pazarit. Ajo dridhej, ende në shok nga gjithçka që kishte ndodhur. Një pjesë e saj nuk besonte se kjo ishte e vërtetë. Askush nuk ishte vendosur kur në anën e saj në atë mënyrë. Askush nuk e kishte përballur kur Vera Bashën për shkakun e saj. Ndërsa ecnin nëpër korridore, Arbeni ndjente diçka të çuditshme të rritej brenda tij. Një shqetësim që nuk arrinte ta emërtonte. Shikoi atë grua të brish pranë tij, duart e saj të kallojzuara, fytyrën e shënuar nga koha dhe vuajtja, dhe ndjeu sikur po shikonte diçka familjare. Sikur, në një mënyrë të pashpjegueshme, ajo dhimbje nuk ishte vetëm e saj. Ishte një ndjesi absurde, e dinte. Sapo e kishte takuar atë grua. Nuk kishte asnjë arsye logjike për të ndjerë kaq thellësisht i lidhur me atë situatë. Por e vërteta ishte se Arbeni ishte rritur me një ndjenjë të vazhdueshme të qenit i huaj, një shqetësim i heshtur që kur nuk zhdukej plotësisht. Prindërit e tij birsues, Petriti dhe Mimoza Leka, i kishin dhënë gjithçka, arsim në shkollat më të mira, udhëtime jashtë vendit, një të ardhme të ndritur. Por gjithmonë kishte një pjesë që mungonte në enigmën e jetës së tij, një pyetje pa përgjigje që rrinte pezull mbi ekzistencën e tij. Kush ishte ai në të vërtetë? Nga kishte ardhur? Pse, edhe i rrethuar nga luksi dhe mundësitë, ndjente atë zbrazti të çuditshme, atë të ftohtë që asnjë batanie nuk arrinte ta ngrohte? Por ai nuk arrinte ta kuptonte pse. Shtëpia e zonjës Tefta ndodhej në një rrugicë të ngushtë të lagjes, ku muret e zhveshura dhe trotuaret e parregullta tregonin historinë e një vendi të harruar nga progresi. Ishte një ndërtesë e thjeshtë, me 3 dhoma të vogla, me çatilla marine që nxehej shumë në verë dhe e linte të ftohtin të hynte pa mëshirë në dimër. Muret ishin me tulla të ekspozuara, kur të suvatuara për mungesë parash, dhe porta e hekurt kishte një ndryshk të vjetër që asnjë boj nuk e fshite më. Por ishte aty ku Tefta kishte ndërtuar shtëpinë e saj, ku kishte rritur fëmijë dhe tani rriste nipër, ku çdo cep ruante kujtime të një jete të tërë lufte dhe rezistence. Ato mure kishin dëgjuar të qara në mesnat, të qeshura fëmijësh, lutje të përshpëritura në momente dëshpërimi. Arbeni këmbënguli ta çonte në shtëpi atë mëngjes. Tefta u përpoq të refuzonte, e turpëruar t'i tregonte varfërinë e saj një burri si ai, por Arbeni nuk pranoi jo si përgjigje. Thiri shoferin e tij, Besimin, një burr në moshë të mesme që punonte me familjen Leka prej vitesh, dhe i kërkoi të ngiste makinën me kujdes deri në adresën që Tefta, me ngurim, më në fund ia dha. Gjatë rrugës, Tefta mbajti duart e kryqëzuara në prehër, syt të fiksuar në dritare, sikur të mos besonte se ishte aty, brenda asaj makine luksoze, duke u trajtuar me një mirësjellje që dukej se i përkiste një bote tjetër nga e saja. Arbeni vëzhgonte profilin e saj në heshtje, duke vënë re çdo detaj të fytyrës së shënuar, çdo rrudhë të thellë që vizatonte një hartë vuajtjesh të akumuluara. Kishte diçka te ajo grua që e prekte në mënyrë të pashpjegueshme. Nuk ishte vetëm dhëmbshuri. Ishte diçka më viscerale, më e thellë, sikur po shikonte një pjesë të vetes që nuk e kishte njohur kurrë. Ndjesia e shqetësonte sepse nuk kishte kuptim. Ai ishte rritur në luks, kur nuk kishte pasur nevojë, kur nuk e kishte njohur urinë apo braktisjen. Atëherë pse ndihej kaq çuditërisht i lidhur me atë dhimbje? Kur arritën në rrugicë, Besimi e parkoi makinën me vështirësi në hapësirën e ngushtë. Arbeni zbriti i pari dhe i ofroi dorën për të ndihmuar zonjën Tefta. Ajo e pranoi, ende e ndrojtur, dhe eci ngadalë deri te dera e drunjtë e vjetër që të çonte në shtëpinë e saj.
Para se ajo të arrinte ta hapte, dera u hap me vrull. Dy adoleshent u shfaqen në prag, sytë e zgurdulluar nga habia kur pan gjyshen të vinte me një makinë të tillë. Gjyshe, thiri djali më i gjatë, shqetësimi i dukshëm në zërin e tij. Çfarë ndodhi? Je lënduar? Ishte Genti, 15 vjeç, i dobët por i gjatë për moshën, me flokë kaçurela të shpupurishura dhe një vështrim të zgjuar që tregonte se kishte mësuar herët ta lexonte botën përreth. Pranë tij, Elira, 12 vjeç, mbante dorën e vëllait, sytë e mëdhenj të fiksuar te gjyshja dhe te i huaj që e shoqëronte. Gjithçka në rregull, shpirtrat e mi, tha Tefta, me zë të lodhur. Thjesht pata një problem të vogël në pazar, por ky zotëria këtu më ndihmoi. Arbeni bëri një hap përpara, duke ofruar një buzëqeshje të bullë. Unë quhem Arben. Gjyshja juaj u rrëzua, por është mirë. Thjesht doja të sigurohesha që ajo të arrinte në shtëpi e sigurt. Genti shikoi nga Arbeni të gjyshja, me dyshim. Instinkti mbrojtës foli më fort. Ai e njihte atë lagje, i njihte rreziqet, e dinte se si njerëzit mund të ishin mizor ose të rrem. Dhe një burr i pasur që shfaqej nga hiçi për të ndihmuar gjyshen e tij nuk i dukej gjë e mirë. Faleminderit që e solle, tha ai, me zë të përmbajtur. Ne kujdesemi për të tani. Arbeni tundi kokën, duke respektuar dyshimin e djalit. Ishte e kuptueshme. Por para se të largohej plotësisht, ai nxori nga xhepi një kartvizit dhe ia zgjati Gentit. Nëse keni nevojë për diçka, më telefononi. Po e them seriozisht. Genti mori kartën, lexoi emrin e shtypur dhe syt i u zgurdulluan. Grupi Leka ushqimor. E kishte parë atë emër në kamion nëpër qytet, në reklama në televizion. Ishte një kompani e madhe. Dhe pronari ishte aty, në derën e shtëpisë së tij, duke ofruar ndihmë? Arbeni e vuri re ndryshimin në shprehjen e djalit. E di që duket e çuditshme, tha ai, me zë të sinqertë. Por ajo që pash sot në pazar nuk ishte e drejtë. Dhe dua të ndihmoj vërtet. Gjyshja juaj nuk duhet të vras veten duke punuar në atë mënyrë. Ajo meriton dinjitet, pushim. Elira, e cila deri atëherë kishte qëndruar në heshtje, bëri një hap përpara. Zëri i saj ishte i butë, pothuajse një pëshpërim. Zotëri, premton se nuk do ta lëndosh gjyshen? Sepse shumë njerëz kanë premtuar të ndihmojnë dhe vetëm sa e kanë përkeqësuar situatën. Arbeni u përkul për të qenë në lartësinë e vajzës, duke e parë drejt në sy. Premtoj. Nuk do të lejoj që asgjë e keqe t'i ndodh asaj apo juve. Kishte kaq shumë sinqeritet në atë vështrim saqë edhe Genti, me gjithë dyshimin e tij të natyrshëm, ndjeu diçka të lirohej brenda tij. Ndoshta ky burr ishte vërtet ndryshe. Zonja Tefta, e mbështetur në pragun e derës, vëzhgonte skenën me zemër të shtrënguar. Shite në vështrimin e Arbenit diçka që nuk arrinte ta emërtonte, një butësi që dukej se shkonte përtej mirësisë së thjeshtë. Dhe kur ai shikonte nipërit e saj, kishte një shkëlqim në sytë e tij që e hutonte. Ishte sikur ai po shihte diçka përtej asaj që kishte para syve, sikur po kërkonte diçka që as ai vetë nuk e dinte se çfarë ishte. Arbeni u përshëndet me një tundje koke dhe u kthye te makina. Besimi ishte tashmë në timon, duke pritur. Para se të hynte, Arbeni shikoi edhe një herë atë shtëpi të thjeshtë, atë familje që mezi e njihte por që tashmë zinte një hapësirë të çuditshme në gjoksin e tij. Kthyer në zyrë, Arbeni nuk arriti të përqendrohej në mbledhjet e planifikuara. Mendja i kthehej vazhdimisht te pazari, te zonja Tefta, te ata dy adoleshentë që e shikonin botën me një përzierje shprese dhe dyshimi. Ai anuloi agjendën e pasdites dhe thiri Anila Hoxhën, avokatën e tij të besuar dhe mike prej shumë vitesh. Anila ishte një grua 40 vjeçare, kompetente dhe e drejtë për drejtë, e cila e kishte ndihmuar Arbenin të ndërtonte perandorinë ligjore që mbronte bizneset e tij. Ajo hyri në zyrë me hapa të sigurt, duke mbajtur çantën e saj prej lëkure dhe një shprehje kurioztare. Çfarë ndodhi, Arben? Toni yt në telefon ishte i çuditshëm. Arbeni i tregoi gjithçka. Pazarin, verabashën, zonjën Tefta, rrëzimin, poshtërimin publik, takimin me nipërit. Foli për ndjesinë e çuditshme që e kishte pushtuar, për mënyrën se si nuk arrinte të ndalonte së menduari për atë situatë. Anila dëgjoi në heshtje, duke mbajtur shënime mendore. Kur Arbeni mbaroi, ajo pshërtiu dhe kryqëzoi krahët. Ti do që unë të hetoj, tha ajo. Nuk ishte një pyetje. Dua, konfirmoi Arbeni.
Dua të di gjithçka për atë pazar. Kushtet e punës, licencat, denoncimet e mëparshme, gjithçka. Dhe dua informacion për Vera Bashën. Kush është ajo, nga vjen, si e mori atë hapësirë? Diçka më thotë se ka shumë më tepër pas asaj fasade. Anila tundi kokën. Do ta vë ekipin tim të punoj për këtë që sot. Por, Arben bëri një pauzë duke zgjedhur fjalët me kujdes, pse je kaq i përfshirë në këtë? Mos më keq kupto, është fisnike nga ana jote të duash të ndihmosh. Por të njoh prej vitesh dhe kur nuk të kam parë kaq personalisht të investuar në diçka të tillë. Arbeni qëndroi në heshtje për një moment. Ai vetë nuk dinte t'i përgjigjej asaj pyetjeje. Si të shpjegonte një ndjesi që sfidonte logjikën? Si të vinte në fjalë sikletin e thellë që ndjente sa herë mendonte për atë grua të moshuar, për ata nipër të pambrojtur, për atë padrejtësi të heshtur që ndodhte çdo ditë pa bërë askush asgjë? Nuk e di, Anila, pranoi ai më në fund. Thjesht e di se duhet ta bëj këtë. Diçka brenda meje po më thotë se është e rëndësishme. Më e rëndësishme se sa mund ta kuptoj tani. Anila e studioi për një moment të gjatë, pastaj tundi kokën. Në rregull. Do të filloj hetimin. Të mbaj të informuar. Ndërkohë, në pazar, Vera Basha ishte e tërbuar. Poshtërimi i atij mëngjesi i digjej si zjarr brenda saj. Kush mendonte ai biznesmeni mendje madh se ishte për të shfaqur aty dhe për ta sfiduar para të gjithëve? Ajo e kishte ndërtuar perandorinë e saj me thonje me dhëmb, kishte luftuar për të pushtuar çdo centimetër të asaj hapësire dhe nuk do të lejonte askënd të kërcënonte autoritetin e saj. Ajo thiri dy nga njerëzit e saj të besuar, Sokolin dhe Valmirin, tregtar që i kishin borxhe dhe që mbyllnin syt para praktikave të saj në këmbim të pozicioneve të privilegjuara në pazar. Dua që ta mbani në vëzhgim atë plak, urdhëroi Vera, me zë të ulët por të prerë. Nëse kthehet këtu, dua ta di. Dhe nëse ai Arben Leka shfaqet përsëri, më njoftoni menjëherë. Askush nuk më turpëron mua dhe të dal pa u lagur. Sokoli shkëmbeu një vështrim me Valmirin. Të dy e dinin se Vera ishte e aftë për gjëra të tmerrshme kur ndihej e kërcënuar. Por gjithashtu e dinin se të përballeshe me një biznesmen të kalibrit të Arben Lekës mund të sillte probleme më të mëdha se sa Vera imagjinonte. Megjithatë, ata ranë dakord. Nuk kishin zgjidhje tjetër. Atë natë, në shtëpinë e Lekajve, Arbeni darkonte me prindërit në një heshtje të rëndë. Petrit Leka, një burr me flokë të thinjur dhe qëndrim të rrept, vëzhgonte të birin me shqetësim. Mimoza, gruaja e tij, një grua elegante në moshë të mesme, përziente ushqimin në pjatë pa ngrënë, duke ndjerë tensionin në ajër. Je shumë i heshtur, bir, tha Petriti më në fund. Ka ndodhur diçka? Arbeni ngriti syt nga pjata. Për një moment mendoi t'u tregonte për atë që kishte ndodhur në pazar. Por diçka e pengonte. Një zë i brendshëm që i pëshpëriste kujdes, që i thoshte të priste, të kuptonte më mirë atë situatë para se të përfshinte prindërit e tij. Thjesht lodhje, baba. Shumë mbledhje sot. Petriti nuk u duk i bindur, por nuk këmbënguli. Mimoza, nga ana tjetër, studionte fytyrën e të birit me atë intuit amtare që kur nuk gabon. Ajo e njihte Arbenin më mirë se kushto, e kishte rritur atë djalë që foshnjë, kishte parë çdo fazë të jetës së tij. Dhe e dinte kur diçka e shqetësonte. Më vonë, kur Arbeni ishte tërhequr në dhomën e tij, Mimoza hyri në heshtje, duke mbajtur një filxhan çaj kamomili, siç bënte që kur ai ishte fëmijë. Të solla çajin, tha ajo butësisht. Arbeni buzëqeshi, duke pranuar filxhanin. Faleminderit, mami. Mimoza u ul në cep të krevatit, duke vëzhguar të birin. Ti e di që mund të flasësh me mua për çdo gjë, apo jo? Arbeni mbajti filxhanin mes duarve, duke ndjerë ngrohtësinë që i përhapej në përgishta. Mami, filloi ai, me hezitim, ti dhe babi keni qenë gjithmonë të sinqert me mua për birësimin tim. Gjithmonë keni ditur se kisha nevojë ta dija të vërtetën, edhe pse ajo nuk ishte e lehtë. Mimoza u tensionua. Gjithmonë, konfirmoi ajo, me zë të kujdesshëm. Pse po e pyet këtë tani? Arbeni nuk u përgjigj menjëherë. Qëndroi duke parë çajin, duke parë reflektimin e tij të shtrembëruar në sipërfaqen e errët të lëngut. Ke ndonjë informacion për nënën time biologjike? Çfarëdo qoftë. Mimoza ndjeu zemrën t'i shtrëngohej.
Ishte një bisedë që e kishte friksuar prej vitesh, duke e ditur se një ditë do të vinte. Arbeni ishte shumë i vogël kur erdhi tek ata, vetëm disa javësh, i sjell përmes një procesi birësimi që në atë kohë nuk kishte qenë aq transparent sa duhej. Bir, tha ajo, me zërin që i dridhej, ti e di që informacionet ishin shumë të kufizuara në atë kohë. Dim vetëm se u dorëzove nga një grua që nuk kishte kushte për të rritur një foshnjë. Spitali ndërmjetësoi gjithçka dhe ne të morëm si një dhuratë nga Zoti. Por ju kur nuk e takuat atë? Kur nuk patët kontakt? Jo. Gjithçka u bë përmes palëve të treta. Na u tha se ishte më mirë kështu për të mbrojtur të gjitha palët e përfshira. Arbeni tundi kokën ngadalë, por një shqetësim rritej brenda tij. Ato fjalë, për të mbrojtur të gjitha palët e përfshira, tingëllonin boshe. Kush po mbrojej? Dhe nga çfarë? Ai nuk i tha asgjë nga këto nënës së tij. Thjesht piu një gllënjë çaj dhe ndryshoi temë. Por atë natë, kur më në fund ushtri, Arbeni nuk arriti të flinte. Mendja i rrotullohej në qarqe, duke u kthyer gjithmonë në të njëjtën pikë, zonja Tefta, sytë e saj të lodhur, duart e saj që dridheshin, dhe ajo ndjesi këmbëngulse se kishte diçka thellësisht të rëndësishme që ai ende nuk arrinte ta shite. Të nesërmen në mëngjes, Anila telefonoi herët. Arben, duhet të vish në zyrë. Kemi filluar hetimin dhe kemi gjetur disa gjëra shumë interesante për pazarin dhe për Vera Bashën. Arbeni doli nga shtëpia pa pirë as kafe, duke ngarë me shpejtësi të lartë drejt zyrës qendrore të grupit Leka. Kur arriti, Anila ishte tashmë në sallën e mbledhjeve me dokumente të shpërndara mbi tavolinë dhe një shprehje serioze në fytyrë. Çfarë ke zbuluar, Anila? Anila mori frym thellë. Vera Basha mori administrimin e atij pazari 12 vjet më parë, përmes një transaksioni të dyshimit. Pronari i mëparshëm, një zotëri i moshuar, ia kaloi gjithçka asaj pak para se të vdiste, duke pretenduar se ajo ishte një mbesë e largët. Por nuk ka regjistra familjar që e vërtetojnë këtë lidhje. Arbeni u afrua te tavolina, duke shqyrtuar dokumentet. Vazhdo. Përveç kësaj, ka të paktën 15 denoncime të arkivuara për kushte të papërshtatshme pune, shfrytëzim të punonisëve dhe parregullsi fiskale. Të gjitha janë mbyllur ose injoruar. Dikush po e mbron atë, Arben. Dikush me ndikim. Arbeni ndjeu zemërimin të rritej brenda tij. Po për zonjën Tefta. Arrite të gjesh ndonjë informacion? Anila hezitoi. Po hetoj, por deri tani kam vetëm gjërat bazë. Tefta Santos, 68 vjeç, eve, rrit 2 nipër. Por ka diçka të çuditshme në regjistrat e saj të vjetër. Ka një boshllëk, një periudhë prej disa muajsh rreth 30 vjet më parë ku nuk ka asnjë regjistrim të saj askund. Është sikur të ishte zhdukur nga harta. Arbeni ndjeu një të dridhur t'i përshkonte shtyllën kurrizore. 30 vjet. Ai ishte saktësisht 32 vjeç. Përputhja ishte tepër shqetësuese për t'u injoruar. Vazhdo të hetosh, tha ai, zëri i prerë por i ngarkuar me një emocion që nuk arrinte ta fshite. Dua të di gjithçka. Absolutisht gjithçka. Anila tundi kokën, por e shikoi mikun e saj me shqetësim. Arben, ku po shkon kjo? Ai nuk dinte të përgjigjej. Por diçka e thellë brenda tij i pëshpëriste se ishte gati të zbulonte një të vërtetë që do të ndryshonte gjithçka. Në ditët që pasuan, Arbeni e gjeti veten të ndarë mes angazhimeve të tij të biznesit dhe një obsesioni në rritje për të zbuluar misterin që rrethonte pazarin e ri dhe veçanërisht zonjën Tefta. Çdo mbledhje biznesi dukej e pafundme, çdo raport financiar dukej i parëndësishëm përballë asaj kërkese për përgjigje që i konsumonte mendimet ditë e natë. Ai anulonte takime, shtynte vendime të rëndësishme, delegonte përgjegjësi që normalisht do t'i kontrollonte personalisht. Vartësitë e tij komentonin mes tyre për ndryshimin në sjelljen e shefit, por askush nuk guxonte të pyeste se çfarë po ndodhte. Anila punoi pa pushim, duke mobilizuar një ekip hetuesish privat dhe avokatësh të specializuar për të kontrolluar çdo dokument, çdo regjistër, çdo gjurmë që mund të zbulonte të vërtetën pas asaj historie. Ajo vetë mezi flinte, duke kaluar net të tëra në arkiva të pluhurosura, duke bërë telefonata me kontakte të vjetra, duke ushtruar presion mbi zyrtar publik ngurues për të hapur sirtar që ishin mbyllur prej kohësh. Zbulimi i parë i madh erdhi një pasdite të enjte, kur Anila hyri në zyrën e Arbenit me një shprehje serioze dhe një dosje plot me dokumente të vjetra.
Ajo mbylli derën pas vetes dhe u ul përballë tij pa pritur ftesë. Duhet ta shohësh këtë, tha ajo, duke hapur dosjen dhe duke shpërndar letra të zverdhura mbi tavolinë. Arbeni u përkul përpara, duke shqyrtuar dokumente. Ishin regjistra spitalor të vjetër, disa me bojën tashmë të zbehur nga koha. Çfarë janë këto? Janë dokumente nga spitali Nëna Terez, spitali ku zonja Tefta lindi 32 vjet më parë, shpjegoi Anila, zëri i saj i kontrolluar me kujdes. I mora përmes një kontakti që punoi atje në atë kohë. Arben, ai spital ishte i përfshirë në diçka shumë të ndyrë. Arbeni ndjeu zemrën t'i rrite më shpejt. Çfarë do të thuash? Anila mori frym thellë para se të vazhdonte. Mes fundit të viteve 80 dhe mesit të viteve 90, spitali Nëna Terez mori pjesë në një skemë birësimesh të paligjshme. Ata merrnin foshnja nga gra të varfra, të pambrojtura, shpesh beqare ose në situatë rruge, dhe u dorëzonin këto fëmijë familjeve të pasura përmes ndërmjetësve. Nënat informoheshin se foshnjat kishin lindur pa jetë ose me probleme serioze shëndetësore. Shumë prej tyre as nuk i shihnin trupat. Arbeni ndjeu një të ftohtë t'i përshkonte shtyllën kurrizore. Gishtat i dridheshin lehtë kur mori një nga dokumentet. Dhoma dukej sikur ishte zvogëluar, ajri më i rënd, sikur muret po mbylleshin rreth tij. Por kjo nuk mund të jetë e vërtetë. Si mund të ketë ndodhur diçka e tillë pa e zbuluar askush? E zbuluan, përfundimisht, tha Anila, me zë të zymë. Pati një hetim në fund të viteve 90, por u mbyll. Njerëz të fuqishëm ishin të përfshirë, politikan lokal, mjek me ndikim, avokat. Skandali u varros para se të dilte plotësisht në dritë. Spitali ndryshoi administratën, disa punonjës u transferuan dhe gjithçka u fshi nën tapet. Dhe sa familje u shkatëruan në këtë proces, pyeti Arbeni, zëri i ngarkuar me një zemërim që mezi e kontrollonte. Sa nëna qanë fëmijë që kur nuk vdiqën? Sa fëmijë u rritën pa e ditur se nga vinin? Anila e shikoi me trishtim të thellë. Sipas regjistrave që arritëm të aksesojmë, ishin të paktën 30 raste të dokumentuara. Por mund të ketë pasur shumë më tepër. Shumë dosje u dogjën ose u humbën qëllimisht. Arbeni u mbështet në karrige, duke u përpjekur të përpunonte atë informacion. Dhe zonja Tefta ishte në atë spital? Ajo ishte një nga viktimat? Anila tundi kokën, duke rëshitur një dokument tjetër mbi tavolinë. Ky është regjistri i shtrimit të saj. Tefta Santos, 19 vjeç në atë kohë, beqare, pa familje të afërt. Ajo ushtrua me dhimbje lindjeje dhe u informua, 3 ditë më vonë, se foshnja kishte komplikacione serioze dhe nuk kishte mbijetuar. Asnjë trup nuk ju dorëzua. Asnjë certifikat vdekjeje nuk u lëshua. Asgjë. Arbeni mori letrën me duar që i dridheshin. Lexoi çdo fjalë, çdo detaj të ftohtë dhe burokratik që përmblidhte një tragjedi njerëzore shkatëruese. Një grua e re, vetëm, duke humbur fëmijën e saj, pa mundur as të përshëndetej, pa mundur të qante para një varri, pa pasur ku të vendoste lulet apo lotët e saj. Kush ishte mjeku përgjegjës, pyeti ai, me zë të tensionuar. Anila tregoi një emër në dokument. Doktor Agron Gjata. Ai ishte shefi i maternitetit në atë kohë. Dhe mere me mend kush i nënshkroi letrat e birësimit tënd, Arben? Arbeni mbylli sytë. Nuk kishte nevojë që ajo t'ia thoshte. E dinte tashmë përgjigjen para se fjalët të dilnin nga goja e saj. I njëjti mjek, përshpëriti ai. I njëjti mjek, konfirmoi Anila me zë të rëndë. Doktor Agron Gjata ndërmjetësoi birësimin tënd, Arben. Ai ishte ai që të dorëzoi tek prindërit e tu. Dhe sipas regjistrave, ti ishe vetëm 2 javësh kur kjo ndodhi. Heshtja që pasoi ishte e rëndë, mbytëse. Arbeni ndjeu sikur dyshemeja po hapej nën këmbët e tij, sikur e gjithë realiteti që ai njihte po coptohej në pjesë të panjohshme. Nuk mund të ishte e vërtetë. Nuk mund të ishte që e gjithë jeta e tij ishte ndërtuar mbi një gënjeshtër kaq mizore, kaq çnjerëzore. Çdo kujtim i fëmijërisë tani merrte një kuptim të ri, një ngjyrë të re. Festat e ditëlindjes, dhuratat e shtrenjta, udhëtimet familjare, gjithçka dukej e njollosur nga një e vërtetë e tmerrshme që ai kurrë nuk e kishte imagjinuar. Prindërit e tij e dinin? Kishin qenë bashkëpunëtor të ndërgjegjshëm apo thjesht viktima të një sistemi të korruptuar që shiste foshnja sikur të ishin mallra? Ti po thua që unë jam vjedhur, tha ai, zëri duke i dalë i ngjirur.
që nëna ime biologjike nuk më dorëzoi vullnetarisht, por që më shkëputën prej saj? Anila u përkul përpara, duke i prekur lehtë dorën. Arben, unë ende nuk i kam të gjitha provat. Më duhet më shumë kohë për të konfirmuar gjithçka. Por rastësit janë tepër të mëdha për t'u injoruar. I njëjti spital, i njëjti mjek, e njëjta kohë. Dhe zonja Tefta ka saktësisht moshën e duhur për të qenë nëna jote. Ajo do të ketë qenë adoleshente kur mbeti shtatzën, gjë që shpjegon pse ishte vetëm dhe e pambrojtur. Arbeni u ngrit vrullshëm, duke ecur drejt dritares. Jashtë, Tirana shtrihej në diellin e pasdites, indiferente ndaj kaosit që ai ndjente përbrenda. Si mund të vazhdonte të jetonte sikur asgjë nuk kishte ndryshuar? Si mund t'i shikonte në sy prindërit e tij birësues dhe të mos ndjente zemërim, tradhti, dhimbje? Por kishte edhe një emocion tjetër, më konfuz, më të vështirë për t'u emërtuar. Nëse kjo ishte e vërtet, nëse zonja Tefta ishte vërtet nëna e tij, atëherë ai kishte një familje që as nuk e dinte se ekzistonte. Kishte një nën që kishte vuajtur për të gjatë gjithë jetës, që e kishte mbajtur atë humbje si një plagë të hapur që kurrë nuk ishte shëruar. Dhe kishte nipër, Gentin dhe Elirën, që në të vërtet ishin vëllezërit e tij nga ana e nënës. Më duhet siguri, Anila, tha ai, ende me shpinë nga ajo. Më duhen prova konkrete. Një test ADN, diçka që nuk lë dyshime. Anila tundi kokën. Tashmë po e mendoja këtë. Por për të bërë testin do të duhet një mostër e saj. Dhe kjo do të thotë se do të duhet t'i tregosh për dyshimet e tua. Arbeni mbylli sytë. Jo, akoma jo. Së pari dua të jemi sigurt. Nuk mund të shfaqem në jetën e saj me një histori të tillë pa pasur prova të forta. Do të ishte tepër mizore. Atëherë do të duhet të jemi krijues, tha Anila. Por do të gjej një mënyrë. Ndërkohë, në shtëpinë e thjeshtë të lagjes, zonja Tefta kalonte ditët e saj në një shqetësim që nuk arrinte ta shpjegonte. Që nga ai takim me Arbenin, diçka kishte ndryshuar brenda saj. Ishte sikur një derë e mbyllur prej dekadash ishte hapur pak, duke lënë të hynte një dritë e dhimbshme, por e nevojshme. Ajo e gjente veten duke menduar për atë burr të ri, për sytë e tij të butë, për mënyrën se si ai e kishte parë atë dhe nipërit e saj. Kishte diçka në atë vështrim që i kujtonte diçka të largët, diçka që e kishte humbur kaq kohë më parë saqë as nuk e dinte më nëse ishte kujtimi vërtet apo thjesht një ëndër e përsëritur. Genti e vuri re ndryshimin të gjyshja. Ajo qëndronte më gjatë ulur në karrigen e vjetër lëkundëse që kishte në obor, duke parë qiellin me një shprehje të largët, sikur po bisedonte me fantazmat e së kaluarës. Gjyshe, çfarë po ndodh? E pyeti një pasdite, duke u ulur në dysheme pranë saj. Tefta buzëqeshi me trishtim, duke i kaluar dorën nëpër flokët kaçurela të nipit. Thjesht po mendoj për jetën, biri im. Për kaq shumë gjëra që kanë kaluar, për kaq shumë gjëra që kam humbur rrugës. Ti po mendon për atë burrin, Arbenin, apo jo? Pyeti Elira, duke u shfaqur në derë me një gotë ujë të freskët. Tefta tundi kokën ngadalë. Nuk di ta shpjegoj, shpirtrat e mi. Por kur e pash atë, ndjeva diçka të çuditshme në gjoks. Sikur e njihja tashmë nga diku, sikur ai ishte i rëndësishëm në një mënyrë që nuk arrita kuptoj. Genti shkëmbeu një vështrim me motrën. Të dy e dinin se gjyshja rrallë fliste për të kaluarën, për fëmijët që kishte humbur, për dhimbjet që mbante në heshtje. Por në atë moment, dukej sikur diçka po lëvizte brenda saj, diçka e vjetër dhe e thellë që kërkonte të dilte në sipërfaqe. Gjyshe, tha Genti butësisht, ti kur nuk na ke treguar si duhet për dajen ton. Djalin tënd që u nda nga jeta kur ishte foshnjë. Tefta mbylli syt dhe lotët filluan të rridhnin në heshtje nëpër fytyrën e saj. Nuk më pëlqen të flas për këtë, biri im. Më dhem shumë. Elira u gjunjëzua pranë gjyshes duke i mbajtur dorën. E dim, gjyshe. Por ndonjëherë të flasësh ndihmon që dhimbja të mos peshoj aq shumë. Tefta mori frym thellë, duke u përpjekur të gjente forcë për të vënë në fjalë një dhimbje që e kishte ruajtur për më shumë se 3 dekada. Ai ishte kaq i vogël kur lindi. Më hynte i gjithi në pëllëmbën e dorës. Isha e re, vetëm, e frikësuar. Nuk kisha askëm të më ndihmonte. Kur filluan dhimbjet e lindjes, një fqinje më çoi në spital te nëna Terezë. Isha me kaq shumë dhimbje, me kaq shumë frikë, por isha edhe e lumtur sepse do të takoja foshnjën time. Ajo bëri një pauzë, duke gëlltitur të qarët që kërcënonte t'i thyente zërin.
Kujtimet ktheheshin me një qartësi të dhimbshme, sikur të kishin ndodhur dje dhe jo më shumë se 3 dekada më parë. Ajo ende e mbante mend erën e spitalit, ato mure të gjelbra dhe të ftohta, zhurmën e karrocave metalike që kalonin nëpër korridore. Mbante mend dhimbjen e lindjes, ndjesinë e lehtësimit të përzier me frikë kur më në fund dëgjoi të qarën e foshnjës. Ishte një e qarë e fortë, e shëndetshme, që ja kishte mbushur zemrën me shpresë. Por pasi lindi, nuk më lan ta shija si duhet. Më thanë se kishte probleme, se duhej të qëndronte në inkubator. Qëndrova 3 ditë në atë spital duke kërkuar të shija djalin tim, duke u lutur. Dhe ditën e tretë, një infermiere erdhi dhe më tha se ai nuk kishte rezistuar. Se kishte ikur gjatë natës. Mënyra se si ma thanë, vazhdoi Tefta, me zërin që i dridhej, ishte kaq e ftohtë, kaq e shpejtë. Sikur po hiqnin një peshë nga shpina, sikur foshnja ime ishte vetëm një problem tjetër i zgjidhur. Doja të bërtisja, të zihesha, por isha kaq e re, kaq e frikësuar, dhe ata ishin mjek, njerëz të rëndësishëm. Kush do të më besonte mua? Genti ndjeu gjoksin t'i shtrëngoi. Dhe ata ta dorëzuan trupin? Tefta tundi kokën, lotët tani duke i rënë lirshëm. Jo. Më thanë se nuk ishte mirë ta shija, se do të ishte më mirë ta kujtoja ashtu siç ishte. U luta, bërtita, por nuk bëri dobi. Më dërguan në shtëpi dhe kur nuk mora vesh asgjë më për djalin tim. Kur nuk munda ta varrosja, kur nuk munda të përshëndetesha. Elira po qante bashkë me gjyshen tani, duke i mbajtur dorën fort. Është kaq e padrejtë, gjyshe. Ti nuk e meritoje të kaloje këtë. Tefta fshiu lotët me kurrizin e dorës. Jeta nuk është gjithmonë e drejtë, bija ime. E mësojmë këtë herët kur lindim të varfër. Por unë gjithmonë e kam mbajtur djalin tim në zemër, gjithmonë kam ndëruar për të, gjithmonë kam pyetur veten se si do të ishte po të kishte jetuar. A do të kishte sytë e mi? Mënyrën time të qeshurit? A do të ishte i lumtur? Genti e përqafoi gjyshen fort. Ti ke qenë shumë trime, gjyshe. Dhe ende je. Po atë natë, Arbeni mori një telefonat nga Anila. Ajo kishte arritur të organizonte një takim me një person që mund të ndryshonte gjithçka. Arben, duhet të vish këtu nesër herët. Kam arritur të gjej një ish punonjëse të spitalit, nëna Terez. Ajo ishte infermiere në maternitet në kohën kur zonja Tefta lindi. Dhe është e gatshme të flasë. Arbeni ndjeu një përzierje shprese dhe frike. Ajo di diçka konkrete? Thotë se di shumë gjëra. Dhe se ka dokumente që i ka ruajtur gjatë gjithë këtyre viteve, me frikën se mos shkatëroheshin. Arben, ajo duket vërtet e penduar dhe do të bëj atë që është e drejtë, edhe pas kaq shumë kohe. E kam lënë takimin për nesër në 9 të mëngjesit. Do të vish? Arbeni nuk hezitoi. Do të jem aty. Të nesërmen në mëngjes, Arbeni arriti në zyrë para orarit të caktuar. Ishte nervoz, i shqetësuar, duke u ndjerë sikur ishte gati të kalonte një portal pa kthim. Kishte kaluar gjithë natën zgjuar, duke rijetuar çdo moment të fëmijërisë së tij, çdo bisedë me prindërit, duke kërkuar shenja që ndoshta i kishte injoruar. Kishte parë për orë të tëra të vetmen foto që kishte si foshnjë, atë imazh të turbullt të tij të mbështjell me një batanie, duke u përpjekur të gjente diçka që konfirmonte ose mohonte dyshimet e tij. U vesh me kujdes atë mëngjes, sikur po përgatitej për një betejë. Nuk e dinte se çfarë do të zbulonte ai takim, por e dinte se jeta e tij nuk do të ishte më e njëjta pas asaj dite. Anila ishte tashmë aty, e shoqëruar nga një grua rreth të 60-tave, me flokë të thinjur të mbledhur topuz, me sy të lodhur por të vendosur. Kishte tek ajo një dinjitet të heshtur, një trishtim të vjetër që dukej se kishte formuar çdo vit të fytyrës së saj. Arben, kjo është zonja Drita Koci. Ajo ka punuar në spitalin nëna Terez për 15 vjet. Arbeni i shtrëngoi dorën, duke vënë re se si i dridhej lehtë. Gëzohem që ju njoh, zonja Drita. Ju falenderoj që pranuat të flisni me ne. Drita tundi kokën, duke u ulur me kujdes. Dëgjo, djalë, e kam mbajtur këtë peshë në ndërgjegje për shumë kohë. Kam parë shumë gjëra të gabuara në atë spital, shumë nëna duke vuajtur, shumë fëmijë duke u marrë. Dhe kur nuk pata guxim të denoncoja sepse kisha frikë se mos humbisja punën, frikë nga hakmarrja. Por tani që jam më e moshuar, nuk dua të vdes duke i marrë këto sekrete me vete. Arbeni ul përballë saj, duart e ndërthurura.
Më tregoni gjithçka, ju lutem. Drita mori frymë thellë dhe filloi të fliste. Dhe me çdo fjalë, bota e Arbenit shembej pak nga pak, duke zbuluar një të vërtetë që ishte në të njëjtën kohë shkatëruese dhe çliruese. Mëngjesi tjetër erdhi i rënd për Arbenin. Ai e kishte kaluar natën në shtëpinë e zonjës Tefta, duke biseduar deri në orët e vona, duke mbushur boshllëqet e 32 viteve ndarje. Tefta i tregoi për jetën e saj, për vështirësitë, për fëmijët që kishte rritur më pas, për vajzën që ishte ndarë nga jeta shumë herët dhe kishte lënë pas Gentin dhe Eliren. Arbeni, nga ana tjetër, foli për fëmijërinë e tij të privilegjuar, për ndjesinë e vazhdueshme të mospërkatësisë, për zbrazëtinë që tani më në fund kishte kuptim. Por kishte një bisedë që Arbeni ende duhej ta bënte, dhe ajo i rëndonte si plumë në gjoks. Duhej të përballej me Petritin dhe Mimozën Leka. Duhej t'i shikonte në sy njerëzit që e kishin rritur dhe të kërkonte të vërtetën. Ai arriti në vilën e Lekajve pak pas orës 9 të mëngjesit. Shtëpia ishte imponuese, me kopshte të përsosura dhe një arkitekturë që bërtiste pasuri të vjetër. Arbeni ishte rritur aty, kishte vrapuar në për ata korridore kur ishte fëmijë, kishte studiuar në atë bibliotekë, kishte darkuar në atë tryezë për mirë anet. Por në atë moment, duke parë atë ndërtesë madhështore, u ndjei huaj. Mimoza ishte në dhomën e ndenjes, duke pirë çaj dhe duke lexuar gazetën kur Arbeni hyri. Ajo ngriti sytë dhe buzëqeshi, por buzëqeshja i ushua kur pa shprehjen në fytyrën e të birit. Arben? Çfarë ka ndodhur? Dukesh tmerrësisht keq. Ku është babai? Në zyrë, po u përgjigjet emaileve. Pse? Çfarë ka ndodhur? Arbeni nuk u përgjigj. U ngjit shkallëve me hapa të sigurt deri në zyrën e Petritit. Trokiti një herë në derë dhe hyri i papritur përgjigje. Petriti ishte ulur pas tryezës së drurit të arrës, syzet e leximit të mbështetura në hund, duke shtypur në kompjuter. Bir, surprizë. Nuk kishe mbledhje sot? Anulo gjithçka që po bën, tha Arbeni me zë të ashpër. Duhet të flasim. Ti dhe mami. Tani. Petriti hoqi syzet ngadalë duke studiuar fytyrën e të birit. Kishte diçka aty që nuk e kishte parë kur më parë. Një përzierje zemërimi, dhimbje dhe vendosmërie që e la të shqetësuar. E njihte atë vështrim sepse ishte ai vetë që e kishte mësuar Arbenin të ruante qetësinë edhe në situatat më të vështira. Por tani ajo qetësi ishte thyer, duke zbuluar një stujë emocionesh poshtë saj. Në rregull. Le të zbresim. Të tre u mblodhen në dhomën e ndenjes. Mimoza dhe Petriti u ulën krah për krah në divanin prej lëkure italiane, po atë divan ku Arbeni ishte ulur mira herë kur ishte fëmijë për të biseduar për ditën në shkollë. Por tani gjithçka dukej ndryshe, sikur po e shihte atë vend për herë të parë. Arbeni qëndroi në këmbë, me duart të kryqëzuara, duke i parë me një intensitet që e bënte ajrin të rëndojë. E zbulova të vërtetën, filloi Arbeni pa u zgjatur. Për birësimin tim. Për nga kam ardhur. Dhe për rolin tuaj në gjithë këtë. Mimoza u zbe. Arben, për çfarë po flet? Po flas për spitalin qendror. Për skemën e birësimeve të paligjshme. Për fëmijët e vjedhur nga nëna të pambrojtura dhe të shitur familjeve të pasura. Po flas, bëri një pauzë duke kontrolluar emocionin për nënën time biologjike, e cila kaloi 32 vjet duke besuar se unë kisha lindur i vdekur. Heshtja që pasoi ishte shurdhuese. Petriti mbylli syt dhe Mimoza vuri dorën në gojë duke përmbajtur një dënesë. Ju e dinit, vazhdoi Arbeni me zërin që i dridhej. Ju e dinit se ai birësim nuk ishte i ligjshëm. E dinit se unë isha vjedhur nga dikush. Nuk ishte ashtu, tha Petriti me zë të ngjirur. Nuk na e than ashtu. Atëherë më tregoni si ishte, pothuajse bërtiti Arbeni. Më tregoni të vërtetën, të paktën tani. Mimoza filloi të qante dhe Petriti i kaloi krahun rreth saj. Kur ai filloi të fliste, zëri i tij ishte i ngarkuar me një faj të vjetër që më në fund po dilte në sipërfaqe. Ne u përpoqëm të kishim fëmijë për vite me radhë, bir. Provuam trajtime, procedura, gjithçka. Por asgjë nuk funksiononte. Dhe pastaj një i njohur na foli për një mundësi birësimi të shpejt, diskret. Tha se kishte gra që nuk kishin kushte për të rritur foshnjat e tyre, që ishin të gatshme t'i dorëzonin ato familjeve që mund t'u ofronin një jetë më të mirë. Dhe ju e besuat këtë, tha Arbeni me zë të hidhur.
thjesht besuat se një nën do ta dorëzonte fëmijën e saj kështu, pa asnjë arsye. Ne donim të besonim, tha Mimoza mes lotësh. Donim aq shumë një fëmijë sa që nuk pyetëm sa duhet. Na thanë se gjithçka ishte e lishme, se letrat ishin në rregull, se nëna biologjike kishte rënë dakord. Dhe kur erdhe ti, kaq i vogël, kaq i përsosur, dënesi ajo, nuk mundëm të mendonim për asgjë tjetër përveç se sa shumë të donim. Arbeni ndjeu lotët t'i digjinin syt, por refuzoi t'i linte të binin. Ajo nuk ra dakord. I thanë se unë kisha lindur i vdekur. Ajo më kërkoi për vite me radhë. Dhe ju më mbajtët larg saj gjithë këtë kohë. Ne nuk e dinim, këmbënguli Petriti duke u ngritur. Duhet të na besosh, Arben. Po ta dinim të vërtetën, do të kishim bërë diçka. Do të ishim përpjekur ta rregullonim. Vërtet do ta kishit bërë? Pyeti Arbeni, zëri i plot dyshim. Apo do të kishit bërë pikërisht atë që bëtë, të injoronit pyetjet, të mbanit heshtjen dhe të vazhdonit përpara sikur asgjë të mos kishte ndodhur? Goditja ishte e saktë. Petriti u tërhoq sikur të ishte goditur fizikisht. Mimoza qante pa pushim dhe për herë të parë në jetë, Arbeni i pa prindërit e tij jo si figura autoriteti, por si njerëz me të meta, njerëz që kishin bërë zgjedhje të tmerrshme të shtyrë nga dëshpërimi dhe egoizmi. E takova nënën time, tha Arbeni, më i qetë tani, por jo më pak i prerë. Ajo jeton në varfëri, e shfrytëzuar, duke punuar deri në kock për t'u kujdesur për nipërit e mi. Ndërkohë, unë u rrita këtu, në këtë vilë, me gjithçka që paraja mund të blej. Dhe ajo, gëlltiti me vështirësi, ajo e mbajti dhimbjen e humbjes sime gjithë këto vite. Mimoza u ngrit duke i zgjatur duart të birit. Të lutem, Arben. Ne të duam. Ti je djali ynë, pavarësisht se çfarë ka ndodhur në të kaluarën. Arbeni bëri një hap prapa, duke refuzuar prekjen. Unë jam djali i saj. Gjithmonë kam qenë. Dhe ju më vodhët prej saj. Fjalët ranë si një dënim përfundimtar. Arbeni doli nga vila pa par prapa, duke lënë Petritin dhe Mimozën të coptuar në dhomën e ndenjes, duke u përballur për herë të parë me pasojat e zgjedhjeve që kishin bërë dekada më parë. Pas dite, Arbeni u takua me Sonila Martinin në një furrë buke në Durrës. Vendi ishte i thjeshtë, me tavolina formike dhe karrige të parehatshme, por kishte erën ngushëlluese të bukës së freskët dhe kafes së filtruar. Sonila ishte ulur në një cep diskret, larg dritareve, si dikush që kishte mësuar të fshihej në hije. Ajo ishte një grua me flokë të bardhë, e vogël dhe e brishtë, por me sy që ende ruanin një mbretësi të dikujt që kishte parë shumë në jetë. Kur Arbeni ju afrua tavolinës ku ajo priste, Sonila e studioi me vëmendje, duke analizuar çdo detaj të fytyrës së tij, sikur po kërkonte diçka specifike. Ti je Arben Leka, tha ajo. Nuk ishte një pyetje. Ti ke sytë e saj. Të teftës. Arbeni ndjeu një shtrëngim në gjoks. Si e njihni nënën time? Sonila bëri një gjysmë buzëqeshje të trishtuar. Isha në turn kur lindet i e mbaj mend, kaq e re, kaq e frikësuar, por me një forcë të pabesueshme. Ajo luftoi aq shumë gjatë lindjes. Dhe pastaj, kur i thanë se ti kishe vdekur, ajo bërtiti në një mënyrë që nuk do ta harroj kurrë. Ishte një britmë shpirti të thyrë. Jam. Faleminderit që pranuat të flisni me mua. Sonila i bëri shenjë të ulej. Kam pritur shumë kohë për ta treguar këtë histori. E kam mbajtur këtë faj për vite me radhë, por kisha frikë. Frikë nga hakmarrja, frikë se nuk do të më besonin, frikë se do të shkatëroja jetë. Mund të flisni pa frikë tani, tha Arbeni butësisht. Më duhet të di të vërtetën. Të gjithën. Sonila mori frymë thellë dhe filloi. Unë punova si infermiere në spitalin qendror nga viti 1988 deri në 2005. Rreth vitit 1990 fillova të vëreja gjëra të çuditshme. Gratë hynin me dhimbje lindjeje dhe dilnin pa foshnja, me histori të paqarta për komplikacione. Por foshnjat bëri një pauzë, foshnjat zhdukeshin nga regjistrat. Nuk kishte certifikata vdekjeje të duhura, nuk kishte trupa për t'u varrosur. Arbeni ndjeu zemërimin të rritej brenda tij. Dhe ju nuk thatë asgjë? Sonila uli syt, turpi i dukshëm. U përpoqa. Fola me mbikëqyrësit, vura në dyshim procedurat. Por më kërcënuan.
Më thanë se do të humbisja punën, se nuk do të punoja më kur në asnjë spital, se gjëra të këqija mund t'i ndodhnin familjes sime. Kisha 3 fëmijë për të rritur vetëm. Kështu që heshta dhe e ureja çdo ditë për këtë. Arbeni i zgjati dorën mbi tavolinë duke i prekur lehtë krahun. Po bëni gjën e duhur tani. Vazhdoni. Sonila nxori një dosje të vjetër nga çanta. Para se të dilja në pension, kopjova disa regjistra. E dija se një ditë dikush do të kishte nevojë për to. Këtu janë emrat e foshnjave që u zhdukën, duke përfshirë, hapi dosjen dhe tregoi një rresht specifik, tëndin. Arbeni shikoi regjistrin. Aty ishte, shkruar me dorë me një shkrim të nxituar, foshnjë mashkull, lindur më 23 prill 1993, nëna Tefta Santos, destinacioni i panjohur. Vera Basha ishte lidhja mes nënave dhe blerësve, vazhdoi Sonila. Ajo kishte kontakte me familje të pasura, avokat të korruptuar, madje edhe politikan. Lehtësonte gjithçka. Dhe paguaj shumë mirë për këtë. Sa fëmijë, pyeti Arbeni me zë të ngjirur. Sipas regjistrave që arrita të kopjoj, të paktën 37 në një periudhë 10 vjeçare. Por ndoshta kanë qenë shumë më tepër. Arbeni mbylli syt, duke u përpjekur të përpunonte madhësinë e asaj gjëje. 37 jetë të vjedhura. 37 nëna të shkatëruara. 37 familje që kur nuk u njohën. Jeni e gatshme të dëshmoni? Ta bëni këtë publike? Sonila tundi kokën, vendosmëria më në fund duke mposhtur frikën. Jam tepër e moshuar për të pasur frikë. Dhe ato nëna meritojnë ta dinë të vërtetën. Arbeni doli nga ai takim me dosjen e regjistrave dhe një vendosmëri të ri për të rirë. Ai kishte prova. Kishte dëshmitar. Kishte gjithçka që i duhej për të ekspozuar atë skem dhe për të sjellë drejtësi për të gjitha viktimat. Atë natë, ai mblodhi Anilan, Sonilën, zonjën Tefta dhe madje edhe disa gazetar të besuar në zyrën e tij private. Ishte koha për ta bërë gjithçka publike. Ishte koha për të shkatëruar perandorinë e gënjeshtrave që Vera Basha kishte ndërtuar. Në ditët në vijim, historia shpërtheu në media. Gazetat, televizionet, rrjetet sociale, të gjithë flisnin për skandalin e birësimeve të paligjshme në Spitalin Qendror. Prokuroria hapi hetim formal. Policia lëshoi urdhra kontrolli dhe arresti. Dhe Vera Basha, për herë të parë në jetën e saj, pa mbrojtjet e saj të shembeshin rreth saj. Pazari i ri u mbyll për inspektim të plotë. Punëtorët u morën në pyetje, dokumentet u sekuestruan, parregullsitë u ekspozuan. Vera u përpoq të aratisej, por u ndalua në aeroport duke u përpjekur të hipte në një avion për në mal të zi me valigje plot me para dhe dokumente false. Arrestimi i saj u transmetua drejt për drejt dhe Arbeni e ndoqi nga zyra e tij me zonjën Tefta pranë. Ajo i mbante dorën të birit fort, lotët i rridhnin nëpër fytyrë ndërsa shite gruan që kishte shkatëruar kaq shumë jetë më në fund duke u mbajtur përgjegjëse. Është për të gjitha nënat, tha Arbeni butësisht. Për ty, për 36 të tjerat, për të gjitha ato që kanë vuajtur në heshtje. Tefta tundi kokën, e path të fliste. Dhimbja e 32 viteve nuk do të zhdukej me arrestimin e Verës, por të paktën tani kishte drejtësi. Kishte njohje të asaj që ishte vjedhur. Kishte shpresë se familje të tjera mund të ribashkoheshin, ashtu siç ishin ribashkuar ajo dhe Arbeni. Arbeni kaloi ditët në vijim duke u kujdesur për nënën dhe nipërit e tij. Mori me qira një shtëpi të rehatshme për ta në zonën e liçenit, regjistroi Gentin dhe Eliren në shkolla të mira, siguroi trajtim të plot mjekësor për Teftën. Por më shumë se para dhe rehati, ai u dha prani. Darkonte me ta çdo natë, ndihmonte me detyrat e shtëpisë, dëgjonte historitë, ndërtonte kujtime që kur nuk kishin pasur mundësi t'i krijonin. Dhe ngadalë, me dhimbje, me shumë terapi dhe shumë biseda të vështira, Arbeni filloi gjithashtu të rindërtonte marrëdhënien e tij me Petritin dhe Mimozën. Nuk do të ishte si më parë. Besimi ishte thyer dhe plagë të tilla nuk zhduken plotësisht. Por kishte edhe dashuri aty, një dashuri e komplikuar dhe e papërsosur, por e vërtetë. Me pazarin e mbyllur dhe Verën të larguar, Arbeni pa një mundësi për të bërë diçka më të madhe. Ai nuk donte vetëm të ndëshkonte fajtorët. Donte ta transformonte atë hapësirë që kishte qenë simbol i shfrytëzimit në një shembull dinjiteti dhe drejtësie sociale. Ai e bleu hapësirën duke përdorur burime personale, jo të kompanisë, sepse kjo ishte thellësisht personale.
E rinovoi plotësisht duke punësuar arkitekt të specializuar në hapësira komunitare dhe e transformoi në një treg kooperativ ku vetë tregtarët ishin pronarët. Çdo shitës mori pjesë në biznes. Instaloi sisteme mbrojtjeje për punëtorët, paga të drejta që garantonin jo vetëm mbijetesë por dinjitet, përfitime që përfshinin kujdes shëndetësor dhe dentar, çerdhe për fëmijët e punëtorëve. Krijoi një fond emergjence për të ndihmuar ata që kalonin vështirësi. Dhe vendosi rregulla të qarta, askush nuk do të shfrytëzojë aty. Kur më. Dhe në qendër të pazarit, aty ku më parë ishte zyra e verës, krijoi një memorial me emrat e të gjithë fëmijëve të vjedhur dhe nënave të tyre, që askush të mos harronte kurrë. Ishte një murxhami i gdhendur me 37 emra, i ndriçuar butësisht, një kujtesë e përhershme se padrejtësia kishte fytyrë dhe emër. Zonja Tefta u ftua të priste shiritin në rihapje. Ajo, që ishte poshtëruar dhe shfrytëzuar në po atë vend, tani ishte aty si simbol i rezistencës dhe shpresës. Kishte veshur një fustan të ri që Elira e kishte ndihmuar ta zgjidhte, i thjesht por i bukur, dhe flokët i kishte rregulluar me kujdes nga mbesa. Për herë të parë në dekada, Tefta ndihej e bukur. Por më shumë se kaq, ndihej e parë. E njohur. E vlerësuar. Me Arbenin pranë, me Gentin dhe Elirën që duartrokisnin, ajo preu shiritin nën blicet e kamerave dhe duartrokitjet e emocionuara të qindra njerëzve. Tregtarët qanin, disa përqafoheshin, të tjerë ngrinin pankarta me mesazhe falënderimi. Ishte më shumë se rihapja e një pazari. Ishte rihapja e shpresave që ishin varrosur për kaq shumë kohë. Pazari nuk ishte më një vend frike. Ishte një vend dinjiteti. Ditët që pasuan ribashkimin ishin intensive dhe të ngarkuara me emocione kontradiktore. Arbeni duhej të përpunonte një orë tek ndjenjash që e linin të raskapitur dhe, në të njëjtën kohë, më të gjallë se kur më parë. Kishte gjetur nënën e tij, origjinën e tij të vërtetë, por tani duhej të përballej me pasojat e këtij zbulimi. Dhe biseda e parë dhe më e vështirë do të ishte me Petritin dhe Mimozën Leka, njerëzit që e kishin rritur si djalin e tyre. Arbeni caktoi një darkë në shtëpinë e prindërve të tij një të premte. Arriti me zemër të rënduar duke mbajtur zarfe me dokumente, foto dhe rezultatet e testit të ADN-s që kishte bërë me zonjën Tefta. Konfirmimi shkencor vetëm sa forcoi atë që të dy e dinin tashmë në zemër, ata ishin nën e birë. Petriti dhe Mimoza e kuptuan menjëherë se diçka nuk shkonte. Arbeni kur nuk kishte ardhur me atë shprehje në fytyrë, atë përzierje vendosmërie dhe dhimbjeje. Bir, çfarë ka ndodhur, pyeti Mimoza, zëri tashmë duke ju dridhur nga shqetësimi. Arbeni ul në tryezën e ngrënies, në të njëjtin vend ku ishte rritur duke ndarë ushqime, biseda, momente familjare. Vendosi zarfet mbi drurin e lëmuar dhe mori frym thellë. Dua që të më tregoni të vërtetën për birësimin tim. Të gjithë të vërtetën. Petriti dhe Mimoza shkëmbyen një vështrim të ngarkuar me faj dhe frikë. E dinin se kjo ditë do të vinte. Gjithmonë e kishin ditur. Arben, filloi Petriti me zë të rëndë dhe të lodhur, ne të duam. Ti e di këtë. Gjithçka që kemi bërë ka qenë nga dashuria. E di që më doni, tha Arbeni, duke u përpjekur ta mbante zërin të qëndrueshëm. Por dashuria nuk justifikon gënjeshtrat. Dashuria nuk justifikon pjesëmarrjen në një krim. Mimoza vuri dorën në gojë, syt duke ju mbushur me lodh. Ne nuk e dinim, përshpëriti ajo. Betohem se nuk e dinim që ishte e paligjshme. Na thanë se ishte një birësim i ligjshëm, se nëna biologjike kishte rënë dakord ta dorëzonte fëmijën. Arbeni hapi një nga zarfet dhe shpërndau dokumente mbi tavolinë. Atëherë pse nuk ka regjistrim formal? Pse paguat një shumë të madhe parash në dorë për ndërmjetësit? Pse kur nuk më treguat dokumente zyrtare? Heshtja që pasoi ishte shkatëruese. Petriti uli kokën, i paftë të mbante vështrimin e të birit. Mimoza qante në heshtje, duart i dridheshin mbi prehër. Ne donim shumë një fëmijë, tha Petriti më në fund, me zë të thyrë. Ishim përpjekur për vite me radhë, kishim shpenzuar pasuri në trajtime, dhe asgjë nuk funksiononte. Kur na ofruan ty, thanë se burokracia do të ishte më e shpejt nëse e bënin në një mënyrë të caktuar. Ne pyetëm, por ishim kaq të dëshpëruar, kaq të verbër nga dëshira për të qenë prindër, sa që pranuam atë që na thanë. Arbeni ndjeu lotët t'i digjnin syt. Ju i shkëputët një foshnjë nga krahët e nënës së saj. Një grua e varfër, e pambrojtur, vetëm.
I thatë se djali i saj kishte lindur i vdekur. A e keni idenë e dhimbjes që keni shkaktuar? Ne nuk e dinim, përsëriti Mimoza duke dënesur. Të lutem, na beso. Po ta dinim, kur nuk do ta kishim bërë. Arbeni donte të besonte. Donte shumë të besonte se prindërit që e kishin rritur me kaq shumë dashuri nuk ishin përbindësha. Dhe duke I parë ata tani, duke parë dhimbjen e vërtet në fytyrat e tyre, ai kuptoi se edhe ata ishin viktima. Viktima të lakmisë së tyre, por edhe të një sistemi që shfrytëzonte dëshpërimin e njerëzve, si të pasurve që donin fëmijë, ashtu edhe të varfërve që u vidheshin fëmijët. E gjeta nënën time biologjike, tha Arbeni, dhe pa tronditjen të shfaqej në fytyrat e të dyve. Ajo quhet Tefta. Është 68 vjeç. E ka kaluar gjithë jetën duke mbajtur dhimbjen e humbjes së djalit. Dhe kur e pash për herë të parë duke u shfrytëzuar dhe poshtëruar në një pazar, diçka brenda meje e njohu. Trupi im e dinte para mendjes sime. Mimoza u ngrit duke I zgjatur duart Arbenit. Do të na lësh? Do të ikësh? Arbeni shikoi gruan që e kishte përkundur kur kishte makthe, që ishte kujdesur për të kur ishte I sëmur, që kishte festuar çdo arritje sikur të ishte e saja. Dhe ndjeu zemrën t'i coptoi. Unë nuk do t'ju braktis. Ju jeni prindërit e mi gjithashtu. Më rritët, më dha të dashuri, më dha të gjithçka që mundet. Por duhet të kuptoni se Tefta është gjithashtu nëna ime. Ajo është gruaja që më dha jetën, që vuajti për mua për 32 vjet. Dhe unë do të jem I pranishëm në jetën e saj tani e tutje. Do të kompensoj gjithë kohën e humbur. Petriti u ngrit dhe e përqafoi të birin duke qarë hapur. Ishte hera e parë që Arbeni e shite të atin të qante. Na fal, bir. Për hir të Zotit, na fal. Arbeni ja ktheu përqafimin dhe Mimoza I u bashkua atyre. Të tre qëndruan aty, të ndërthurur në një përqafim që ishte në të njëjtën kohë lamtumir dhe rifillim. Diçka ishte thyer, por diçka e re po linte gjithashtu. Një familje e rindërtuar mbi të vërtetën, sado e dhimbshme të ishte ajo. Ndërkohë, Anila dhe ekipi I saj punonin pa u lodhur për të mbledhur të gjitha provat kundër skemës së birësimit të paligjshëm. Dëshmia e infermieres Sonila Martini ishte thelbësore. Ajo solli regjistra të fshehur për dekada, faqe me emra të falsifikuar, fatura pagesash, një rrjet të plot korrupsioni që përfshinte mjek, punonjës spitali, avokat dhe ndërmjetës. Vera Basha ishte në qendër të gjithçkaje. Ajo kishte qenë një nga operatorët kryesore të skemës, duke marrë komisione të majme për çdo foshnjë që ndihmonte të devijojë. Dhe kur skema u zbulua dhe spitali u mbyll, ajo kishte përdorur parat e pista për të blerë pazarin e ri, duke ndërtuar perandorinë e saj të vogël të shfrytëzimit mbi mjerimin e të tjerëve. Arbeni autorizoi Anilan t'i dorëzonte të gjitha provat prokurorisë. Operacioni ishte I shpejtë dhe efikas. Një mëngjes të martë me shi, Vera Basha u arrestua në shtëpinë e saj. Kamerat televizive regjistruan momentin kur ajo dilte me pranga, fytyra e kuqe nga zemërimi dhe poshtërimi. Pazari I ri u mbyll për inspektim të plotë. Gjetën paregullsi me shumicë, instalime elektrike të ekspozuara, strukturë të komprometuar, kushte sanitare të mjerueshme, kontrata pune inekzistente. Vendi ishte një bombë me sahat që priste të shpërthente. Por Arbeni nuk donte vetëm të shkatëronte. Donte të rindërtonte. Donte ta transformonte atë hapësirë shtypjeje në një vend dinjiteti dhe mundësish. Ai mblodhi të gjithë tregtarët dhe punëtorët e pazarit në një asamble. Shumë ishin të frikësuar duke menduar se do të humbisnin mjetet e tyre të jetesës. Por Arbeni kishte një plan tjetër. E di që ju vareni nga ky vend, tha ai, duke qëndruar para 10 fytyrave të lodhura dhe plot shpresë. Dhe unë nuk kam ardhur këtu për t'ju hequr këtë. Kam ardhur për t'ju ofruar diçka më të mirë. Grupi Leka do të investojë në rinovimin e plot të pazarit. Do të modernizojmë strukturën, do të garantojmë kushte të denja pune, do të krijojmë kontrata të drejta me paga të përshtatshme. Dhe më e rëndësishmja, ju do të keni zë. Do të ketë një këshill punëtorësh që do të marrë pjesë në të gjitha vendimet e rëndësishme. Heshtja fillestare I la vendin përshpërimave, pastaj duartrokitjeve të ndrojtura që u rritën derisa u bën një ovacion. Për herë të parë në dekada, ata njerëz ndjenin se nuk ishin thjesht pjesë të zëvendësueshme, por qenie njerëzore me të drejta dhe dinjitet.
Arbeni krijoi një program të veçantë mbrojtjeje për punëtorët e pambrojtur, me përparësi për të moshuarit. Dhe zonja Tefta ishte përfituesja e parë. Ai nuk e vendosi në një post bamirësie, por në një pozicion real dhe të respektuar, mbikëqyrëse e cilësisë së produkteve, duke përdorur gjithë përvojën që ajo kishte grumbulluar në dekada pune në pazar. Bashkë me postin erdhi një pagë e denjë, kujdes i plot shëndetësor për të dhenipërit dhe një shtëpi e re në një kompleks banimi që grupi Leka po ndërtonte për punonjësit. Nuk ishte vil, por ishte e pastër, e sigurt, me 3 dhoma gjumi, kuzhinë të madhe dhe një obor të vogël ku Tefta më në fund mund të mbillte lulet që gjithmonë kishte ëndërruar të kishte. Herën e parë që Tefta hyri në shtëpinë e re, nuk mundi të besonte. Eci në për çdo dhomë me lot që i rridhnin në përfytyr, duke prekur muret sikur të kishte nevojë të konfirmonte se kjo ishte e vërtetë. Genti dhe Elira vrapuan në për dhoma, duke zgjedhur cila do të ishte e secilit, duke qeshur në një mënyrë që nuk kishin qeshur prej vitesh. Biri im, tha Tefta, duke përqafuar Arbenin, unë nuk e meritoj gjithë këtë. Arbeni i mbajti fytyrën e nënës mes duarve. Ti meriton këtë dhe shumë më tepër. Meriton çdo ditë paqeje, çdo natë gjumi të qetë, çdo moment gëzimi që të është vjedhur. Dhe unë do të kaloj pjesën tjetër të jetës sime duke u siguruar që ti kesh të gjitha këto. Genti u afrua, ende duke përpunuar të gjitha ndryshimet që kishin ndodhur në kaq pak kohë. Daja Arben, tha ai, me zë hezitues, a mund të kërkoj diçka? Çdo gjë. Dua të mësoj. Dua të studioj, të diplomohem, të bëhem dikush në jetë. Nuk dua që gjyshja të shqetësohet më për ne. Arbeni buzëqeshi, krenar për atë nip që mezi e njite, por tashmë e donte thellësisht. Do të studiosh, po. Të dy do të studioni. Do t'ju regjistroj në një shkollë të mirë, do të sigurohem që të keni gjithçka që ju nevojitet. Dhe kur të vi koha, nëse doni, keni një vend në grupin Leka. Por jo si favor. Si familje që punon dhe ndërton së bashku. Elira e përqafoi Arbenin dhe për herë të parë në jetën e saj të shkurtër, ajo ndjeu se e ardhmja nuk ishte një kërcënim, por një premtim. Muajt që pasuan ishin të një transformimi të thellë. Pazari i ri u rihap plotësisht i rinovuar, me strukturë moderne, por duke ruajtur sharmin dhe identitetin që e bënin të veçantë. Punëtorët tani kishin kontrata formale, të drejta të garantuara, një mjedis të sigurt. Arbeni e ndau kohën e tij mes bizneseve dhe familjes së re që kishte gjetur. Hante drek me zonjën Tefta të paktën 3 herë në javë, ndihmonte Gentin me detyrat e matematikës, çonte Elirën të vizitonte muzeume dhe parqe që ajo kur nuk i kishte parë. Dhe, çuditërisht, arriti të ndërtonte një urë mes 2 familjeve. Petriti dhe Mimoza, pas tronditjes fillestare, kërkuan të takonin Teftën. Takimi ishte i tensionuar në fillim, i ngarkuar me faj dhe hidhërim, por Tefta, me mençurinë e dikujt që ka vuajtur shumë për të mbajtur mëri, i zgjati dorën. Ju u kujdeset për djalin tim kur unë nuk munda, tha ajo, me zë të qetë. Kjo nuk e fshin dhimbjen, por gjithashtu nuk mund ta mohoj se ju ishit prindër të mirë për të. Ndoshta mund të ndërtojmë diçka të re së bashku. Nuk ishte e lehtë as e shpejtë, por pak nga pak plagët filluan të shëroheshin. Të dyja familjet mësuan të bashkëjetonin, të bashkuara nga dashuria që të gjithë kishin për Arbenin. Historia e Arbenit dhe Teftës bëri bujë. Gazetat, revistat dhe programet televizive donin ta tregonin atë histori të ribashkimit të pamundur, të drejtësisë së vonuar, të dashurisë që i mbijetoi dekadave të ndarjes. Por më e rëndësishme se fama ishte ndikimi real. Rasti rihapi hetimet për skema të tjera të birësimit të palishëm. Dhjetëra familje që kishin jetuar dhimbje të ngjashme gjetën guximin të kërkonin të vërtetën. Disa arritën ribashkime, të tjera të paktën morën përgjigje. Dhe sistemi që e kishte lejuar këtë për kaq shumë kohë filloi të çmontohej pjesë-pjesë. Një vit pas takimit të parë në pazar, Arbeni organizoi një inaugurim të madh. Ishte një qendër komunitare e ndërtuar pranë pazarit të rinovuar, që ofronte kurse profesionale, ndihmë juridike falas, mbështetje psikologjike dhe aktivitete për fëmijë dhe adoleshentë. Kishte salla informatike, bibliotekë komunitare, hapësirë për artizanat, kurse gatimi dhe madje një qerdhe të vogël që nënat dhe baballarët të mund të punonin të qetë duke ditur se fëmijët e tyre ishin të sigurt dhe të mirë kujdesur. Ishte një ëndër e materializuar, një hapësirë ku komuniteti mund të rritej, të mësonte dhe të forcohej. Emri i zgjedhur ishte një homazh, Qendra Komunitare Tefta Santos.
Kur zonja Tefta pa emrin e saj në pllakën e hyrjes, nuk mundi t'i përmbante lotët. Një jetë e tërë pa dukshmërie e të qenit vetëm një tjetër mes kaq shumë të harruarve, dhe tani emri i saj ishte gdhendur aty me shkronja të arta, duke përfaqësuar shpresë dhe dinjitet për qindra njerëz. Ishte njoja e një historie rezistence, e një gruaje që kur nuk u përkul plotësisht, edhe kur bota komplotonte për ta thyer. Në ceremoninë e inaugurimit, Arbeni u ngjit në skenë për të mbajtur një fjalim. Shikoi audiencën dhe pa nënën e tij Tefta të ulur në rreshtin e parë, pranë Gentit dhe Elirës. Pas tyre, Petriti dhe Mimoza. Anila dhe ekipi i saj. Tregtarët e pazarit. Fqinjët. Miqt. Një komunitet i tërë që ishte transformuar. Një vit më parë, filloi Arbeni, zëri i prerë por i emocionuar, hyra në një pazar për të mbyllur një marrëveshje dhe gjeta shumë më tepër se kaq. Gjeta padrejtësi, dhimbje, shfrytëzim. Por gjeta edhe guxim, rezistencë dhe dashuri. Gjeta nënën time. Gjeta të vërtetën time. Dhe mësova se asnjëri prej nesh nuk mund të jetë vërtet i lirë ndërsa të tjerët mbeten të lidhur me zinxhir nga mjerimi dhe shtypja. Ai bëri një pauzë duke parë drejt e në sy Teftën. Kjo qendër mban emrin e një gruaje që kur nuk u dorëzua. Që mbajti peshën e botës vetëm dhe prapse prap ruajti butësinë, dinjitetin dhe shpresën. Nëna ime është dëshmia se nuk ka rëndësi sa kohë duhet, e vërteta gjithmonë e gjen rrugën e saj. Dhe dashuria gjithmonë fiton. Duartrokitjet shpërthyen. Tefta qante, e përqafuar nga nipërit. Arbeni zbriti nga skena dhe shkoi drejt e tek ajo, duke e përqafuar gjallë. Nën e birë, më në fund bashk, më në fund në paqe. Ajo histori filloi me dhimbje, por përfundoi me shpengim. Nuk e fshiu vuajtjen e së kaluarës, por ndërtoi një të ardhme ku ajo vuajtje merrte kuptim. Ku padrejtësia e ekspozuar transformohej në karburant për ndryshim. Ku dashuria, edhe e vjedhur dhe e fshehur për dekada, gjente rrugën e saj për t'u kthyer në shtëpi. Arbeni kishte gjetur më shumë se origjinën e tij. Kishte gjetur qëllimin e tij. Dhe zonja Tefta, pas një jete të tërë duke mbajtur pesha të pamundura, më në fund mund të pushonte duart e lodhura dhe të ndjente ngrohtësinë e një përqafimi që kishte pritur 32 vjet për ta marrë. Pazari rilindi. Nëna rigjeti djalin. Djali gjeti rrënjët e tij. Padrejtësia u ndëshkua, abuzimi mbaroi dhe dashuria, më në fund, fitoi. Jo për hakmarrje, por për të vërtetën. Jo për para, por për njerëzillëkun. Dhe në atë përqafim mes nënës dhe djalit nën qiellin e Tiranës ishte prova se kur nuk është vonë për drejtësi, kur nuk është vonë për dashuri dhe kur nuk është vonë për t'u kthyer në shtëpi. Fundi i historisë të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Arbenit dhe zonjës Tefta t'ju ketë prekur thellë në zemër. Nëse u emocionuat me këtë ribashkim kaq të pritur me luftën për drejtësi dhe me fuqinë e dashurisë që i ka përcen të gjitha barrierat, lini një pëlqim, abonohuni në kanal dhe na tregoni në komente se cili moment ju preku më shumë në këtë udhëtim. Ishte takimi në pazar? Zbulimi i së vërtetës? Përqafimi final mes nënës dhe djalit? Çdo ditë sjellim histori intensive dhe transformuese si kjo, që zbulojnë anën më të thellë dhe të vërtetë të shpirtit njerëzor. Mos i humbisni episodet e ardhshme. Ju presim këtu, gjithmonë, me më shumë histori që do t'ju emocionojnë nga fillimi në fund.